أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Zotin e plot fuqishëm e falenderojmë. Paqja dhe bekimi I Zotit pra të këtij krijuesi suprem qoftë mbi Muhammedin, mësuesin e marrë njerëzimit sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin, vule gjithë pejgamberëve. Kurse drita, nuri, drejtësia dhe udhëzimi I Zotit qoftë mbi ne që pasojmë këtë udhë, mbi familjen e Muhammedit, po ashtu mbi shokët e tij dhe gjithë ata pra që ndjekim edhe ne inshallah Allahu na bën prej tyre. Pra siç kemi filluar me komentimin e komplet të Kuranit famulart, kemi arritur deri tek surja Nisa, pra gjithsesi tek ajeti 45 me radhë. E keni komplet surën Fatiha të komentuar në Multi Muslims Channel në YouTube, kanali ynë Islam. E shkruani Imam Arbërisha sura Al-Fatiha komentim. E shkruani pastaj ajetet kuranore me rënd të surës Al-Bekare, është komplet surja Bekare e komentuar, pastaj surja Ali Imran. Dhe kemi arritur pra në surën e Nisa deri në ajetin e 45 me radhë, të cilin sot do ta trajtojmë së bashku nga 45 pra në ajetin 59 është stacioni I ligjërimit apo predikimit tonë të sotëm për rrjetet tona sociale në Imam Arbër Berisha, po ashtu në webfaqen tonë të sapo hapur arbërberisha.net, si dhe në www.zimivizislam.com, si dhe njëherë në 3 www.vizberisha.it.gg, si dhe në Multi Muslims Channel në YouTube dhe Google Plus Imam Arbër Berisha. Në gjitha këto kanale, si dhe në Islami dhe shkenca lindje perëndim, fanpage I njoftur. Besimtar, dëgjues, njerëz të cilët e doni edukimin, pastrimin, e doni moralin, e doni punën, e doni vlerën dhe virtytin, ne pra do të ndalemi në komentimin e këtyre ajeteve, ku ajeti 45 fillon kështu dhe thot I Madhreshmi në Kur'an: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Allahu di më së miri për armiqtë tuaj. Mjafton që Allahu është përkras I juaj dhe mjafton që Allahu është ndihmtar I juaj. Pra, robi I cili umet pa ndihmë, që nuk ka kurfar lloj mbështetje, umet asanej, pra sukur shpeza fluturuese se nuk din ku më ul, pra nuk din ku më ateru, ose aeroplani që jetë në hava ku ka mjegull, rrotull, pra nuk din ku më ra me ateru. Allahu dhul Gjelal ja kthjellon edhe ja mundson vendin ku më ul, e ku më poshu trupi njerit. Kështu edhe është ku më poshu automjeti, gjitha këto me radhë. Dhe ato automjetin e ka kriju mendja njerit, po njerin e ka kriju pra Zoti dhul Gjelal, Alimi I gjithdijshmi. Dhe pra Zoti e di mas miri për polet negative. Pra Zoti e di mas miri ata të cilët janë armiq, ata të cilët kanë qëllim destabilizim. Zoti na ruajt, për ata Zoti është I njohur se çka planifikojnë ata dhe çka duan me bë ata. Zoti na ruajt të gjithëve ejmain, pra pa përjashtim prej çrregulluesve. Pra ne jemi rregullues. Ne Allahu na ka sjellë në këtë dunja me punu punë të mira, me fol mirë, me vepru mirë, me mendu mirë, me dëgju mirë, me fol pra mirë, me punu me dur mirë, si thot pejgamberi alayhis salatu wassalam: El muslimu men salima el muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslimani I vërtet është ai nga dora, pra nga lisani, po ashtu nga dora dhe gjuha e tij janë min lisanihi wa yadihi, pra nga gjuha dhe dora e tij janë të ruajtur.
të tjerët, por edhe musliman, por edhe të tjerët në përgjithësi, edhe jo musliman. Sepse ne jetojmë në një shoqëri që ka musliman, po edhe nuk janë musliman, pra edhe ata kanë ato mendimet dhe idetë e veta, por muslimani pra duhet jetë në maqar i njerëzve, sepse njerëzit i ka kriju Allahu, e ne duhet i ndihmojmë njerëzit, të flasim mirë, sillemi mirë me njerëzit, sepse ne dim kur e pyetën Muhammedin alayhis salatu wassalam për moralin e tij, kur e pyetën Aishën gruan e tij, pra radiallahu anha, çka tha ajo? Kana khuluquhu al-Quran. Pra ka qenë morali i saj vetë Kurani. Pra kjo është me të vërtet dhuntia e madhërishmit Allah, i cili e ka kriju pra këtë krijesë Muhammed Mustafa alayhis salatu wassalam. E gjithë këta burra që njekin për mas, i shkojnë për mas, edhe ne që i shkojnë për mas, edhe pse ka vdek, po i shkojnë për mas, asaj çka i ka punu, edhe na ka thirrë ne me hec mas tyne, na i ka lënë një amanet. Pra, dhe gjithë ata pra punojnë dhe synojnë punën e mirë, fjalën e mirë, rregullimin në tokën e Zotit. Pra mjafton që Allahu është përkrahasi juaj. Ne e dim historinë e Ibrahimit, historinë e Jusufit. Për shembull, nëse morëm, ne e dim se Jusufin kur e qetën bunor, kush e përkrau Allahu xhaleshanu. Dhe ngriti shumë lart. Edhe pse ishte në bunor. Masnej Ibrahimi alayhis salam ishte në zjarr. Allahu e ndihmoi, hasbunallahu wa ni'mal wakil, tha, mjafton Allahu sa përkrahasi mirë është ai, sa ndihmëtari mirë është ai, pra Allahu dhul xhelal. Por dhe Muhamedi alayhis salatu wassalam në vitet e pikëllimit, kur ishte i braktisur në atë kuptimin pra që edhe ata pasues pak që ishin me Muhamedin alayhis salam u ndjen të gjithë të braktisur, të vetmuar, mirë po Allahu zbriti mbi ta mëshirë dhe rahmet dhe magfirat, dhe ju dha kurajë dhe guxim dhe forcë për të qëndruar. Pra sta'inu bis sabri was salat. Si thot Allahu në Kur'an, ja ju alladhina amanu sta'inu bis sabri was salat. Bëhuni pra sta'inu qëndrueshëm me shka, me sabër, me durim, me namaz, me punë të mira sa të mundi. Dhe kjo është pra dhunti e cila ju jepet mu'minave, besimtarëve në rrugën e drejtë të Allahut dhul xhelal. Pastaj vazhdon pra ajeti 46 me radhë dhe thot: min alladhina hadu wa yuharrifuna kalima an mawaddihi wa yaquluna sami'na wa asayna wa asma' ghayra musma'in wa ra'ina layam bi alsinatihim wa ta'na fi ad-din ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وقوم ولكن لعناهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Ne dim thot se një palë nga jehudit është që ndryshojnë fjalën e Zotit. Nga vendet e veta e kur i thret ata thonë, dëgjuam fjalën tënde, dhe kundërshtuam thirrjen tënde, dhe thonë, dëgjo, mos dëgjofsh, dhe thonë, raina. Këto i thonë duke përdredhur gjuhën e tyre dhe duke atakuar fenë. E sikur të thoshin ata, dëgjuam pra, sami'na wa ata'na, dëgjuam dhe u bindëm, dëgjuam pra dhe respektuam, dëgjo dhe vështrona, do të ishte më mirë për ta dhe më drejt, por për shkak të refuzimit, pra ishin refuzues të kësaj gjëje, Allahu i mallkoi, prandaj besojnë vetëm pak besim, pra kanë besim gjysmak formal, që nuk ka kur farkimeti e punë. Pra Allahu xhaleshanuhu përmes kësaj jep me tregu se kjo është pra ajo që një pjesë e këtyre pra nuk janë të bindur sa duhet. Pra kjo është fjala Allahu xhaleshanuhu, nuk është diçka që ne pra ne po e thomi vet, por e ka thënë madhërisht me Allah për këta njerëz të cilët janë të pabindur. Edhe nëse shikoni gjithmonë njerëzit e pabindur gjatë gjithë jetës tyre sjellin pasoja edhe në mesin atyre njerëzve të cilët janë qytetarë të mirë dhe njerëz të sjellshëm,
pse se ata thonë, ka qenë një lloj shprehje tek ne që thonë se një keq e prish një mahall apo një lagje, ku ta diu. Pra Zoti na ruajt, edhe ata të këqijt na duhet synojmë që ti përmirësojmë, të folim me ta, të komunikojmë me ta dhe të mundohemi sa do pak mos mujshme mjau tregu këtë fjalë të mirë, diçka bile një aromë të mirë mjau të shumë, mjau ardhë pak era të rëndafil. Pastaj pra, këta ishin një grup njerëzish të cilët nuk ishin të bindur, ishin popull i pa bindur, Zoti na ruajt. Pra një palë nga jehudit, jo të gjithë, por një palë nga ta, thot Zoti në Kur'an, pra ishin që i ndryshonin edhe fjalët e Zotit. Zoti na ruajt, pra nuk ka gjë më të rëndë se të ndryshosh fjalët e Krijuesit dhe të interpretosh ato sipas interesave tua vetanoke, ose të interpretosh ato sipas dëshirave tua epsharake, gjë e cila dëmton shumë jashtëzakonisht njerëzimin. Pse? Sepse ne dim se fjala e Zotit është ilaç, është manual, katalog, është çelës i ndryshimit për njerëzimin. Dhe nëse ne ndryshojmë analogun apo këtë drejtës simetrike, ta quajmë asesoj, nëse ne ndryshojmë këtë, ne nuk do ta marrim leksionin e duhur, pra ne nuk do ta marrim sikur puna e autoshkollës, nuk do ta marrim patentën tamam me hakikat, por do ta marrim në mënyrë dredharake, jo me merita. E nëse nuk e marrim me merita patentën, do të bëjmë pasojë mëdha, pse se do të bëjmë aksident rrugor, pastaj leqe do të mbysim vetet tona, por do të rrezikojmë edhe jetët e njerëzve të pafajshëm, të cilët janë në komunikacion, ose janë duke ecur rrugës edhe mund të shkelin me makinë me kerr. Pra shiko sa i pa llogaritshëm është dëmi. Do të thonë dëm ndaj vetvetes, por edhe dëm edhe ndaj të tjerëve. Pra ti je i dëmshëm për këtë shoqëri si shkak se po i ndryshon dhe të vërtetës po i thu të pavërtet dhe të pavërtetës po i thu të vërtet. Pra ndrim i kahjeve. Si mi thon plusit minus e minusit plus, Zoti na ruaj. Pastaj vazhdon ajeti 47 me radhë, thotë ja ayyuhalladhina utul kitaba aminu bima anzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'ana ashab as-sabt wa kana amru Allahi maf'ula. O ju që është dhënë libri, besone atë që e zbritëm Kur'anin, e që është vërtetuesi atij që keni Tevratit, para se të shlyejmë fytyrat u afshim shqisat, dhe t'i rrotullojmë ose t'i mallkojmë ata si mallkuam ata të së shtunës, urdhri i Allahut është i kryer. Pra, wa kana amrullahi maf'ula. Allahu kur jep urdhën për një çështje, Zoti qofshin fal, është i kryer më i madh. S'ke pse diskuton se inna ma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Që thot Allahu në surën Yasin, pra kur don për një çështje, i thot asaj bëhu, ajo bëhet me lejen e Allahut. Mirë po, kur përmend ata banorët e shtunës, është një tregim shumë interesant që do ta trajtojmë në vazhdimsi. Është një tregim të cilët ishin një popull që mundon kinse me i bë hile krijuesit, Zotit, para mendon Zoti që i ka kriju me i bë ata hile, që e vun rrjetën edhe e lan një ditë më shumë që kinse çat ditë na nuk kem peshku, po ditën tjetër e nxorën peshkun. Edhe Allahu i kthej ndera dhe majmuna si dënim ndaj mos zbatimit të urdhrit të Zotit dhe ndaj hiles që bën, pra hileqar ishin hileqar. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, kush bën hile nuk është prej nesh. Pra në rastin kjo është hile më e rëndë se kjo s'ka, sepse është hile ndaj Allahut, gënjeshtër ndaj krijuesit që të ka kriju ty e qiell e tokën çdo gjë, mos zbatim i urdhnit tepërorit më të lartë, Zotit krijuesit madhështorit, i cili pra është formuesi, i shpikësi, përmbledhësi, pra krijuesi. Dhe s'ka dyshim se kjo është një ngjarje mjaft me rëndësi për të kuptuar se njerëzit të cilët janë të dëgjueshëm
dhe dëgjojnë fjalën e mirë dhe veprojnë fjalën e mirë dhe praktikojnë atë dhe mishrojnë punën edhe në jetën e tyre përditshme, Zoti ju jep sukses kur ata e aplikojnë me drejtësi. Kurse kur nuk e aplikojnë me drejtësi, Zoti xhaleshanuhu nuk është i kënaqur prej tyre, prandaj tek ata nuk ka kurrfar bereqeti. Pastaj vazhdon ajeti 48 me radhë dhe thot: Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billah faqad iftara ithman adhima. S'ka dyshim se Allahu nuk fal mëkatin ti përshkruat atij shok i dhujtarin. E përpas këtij mëkati i fal kujt do. Kush i përshkruan Allahut shok, ai ka trillu një mëkat madh. Pra, Zoti nuk e fal shirkun, me i bën shok atij ortak. Siç thot Zoti në Kur'anin famlar: Ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim. Lukmani urt kur pata rastin ta pyeti një profesor timin, doktor shkencave historike, më pa thonë që është fjala për Lukianin, fjalimet e Lukianit. Kjo është një hipotezë, supozim, që menduhet që ka jetuar në Greqi edhe në Rom, ka qenë i njohur me fjalët e urta të tij. Menduhet se pra teorike është hipotetike që menduhet pra me po flasim shekuj më parë. Është fjala për Lukmanin alayhis salam. Lukmani alayhis salam që tregohet në historinë e pejgamberëve, Lukmani i urt, i njohur me nufkën e urtit, pse ka qenë i urt dhe ka pas këshilla shumë të fuqishme. E një ndër këto këshilla është ndaj djalit vet që ka marrë me të mirë dhe i ka thonë: Ja bunayya, la tushrik billah, inna shirka la dhulmun adhim. O djali jem, o biri jem, e ka marrë me të mirë djalin, fëmijën e vet. E na qysh do të më marrë fëmijën ton me dhuna, me zëra, me çame? Jo, fëmia don edukim, don me urtësi, me marrë me të mirë, me i fol mirë, me ditë, me takt me ta. Dhe nga thonë pra mos i bësh shok Zotit, inna shirku la dhulmun adhim. Me të vërtet shirku pra, një bën Zotit shok, është padrejtësi shumë e madhe. Andaj ne duhet të adhurojmë Allahun pa i bërë shok askënd. Të adhurojmë atë, të shpresojmë tek ai, të dashurojmë atë, të friksohemi atij, të bindemi atij. Dhe këto janë rregullat e tauhidit, njëshmërisë Zotit në adhurim. Pra i ka trillu një mëkat madh, ka shpiv diçka. Wa yundhir Allahu, pra i ka shpik Allahu xhaleshanuhu walada, pra i ka shpik Allahut dhe ka thënë që Allahu ka fëmijë, kur dihet se lem yalid wa lem yulad, pra ai as nuk ka lind ka, as nuk është i lindur, dhe atij askush nuk i është i barabartë. Pastaj vazhdon ajeti kuranor i 49 me radhë dhe thot: Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wala yudhlamuna fatila. Alam, pra kur thuhet alam tara, shpesh herë përdoret kjo. Pra kjo fillesë kështu. Alam tara, a nuk e ke parë ti? Për shembull, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Për shembull, kur na tregon Allahu për ashabul filin, për shokët e elefantit, pra, për gjarën e elefantit, filit. Alam tara, për shembull, a nuk e ke parë? Edhe këtu thot alam tara ila alladhina yuzakkuna, a nuk e ke kuptu pra për atë që vlerësojnë për ata që vlerësojnë vetveten? Jo, Allahu vlerëson atë që do dhe nuk bën pa drejt asnjë fije. Ka ca njerëz të cilët vlerësojnë vetveten, Zoti na ruaj me një mallësi të madhe. Un kam bë, un jam ky, un kam kontribu, un kam hec, un kam bë këto, kam bë këto. Këtu është fillimi me një mallësisë njerëz. Zoti na ruaj nga kjo, ku njëri fillon me thonë un kam bë, un kam kështu, un ashtu. Pra e arrit veten edhe e vlerëson veten. Lej tjerë të vlerësojnë ty. Jo ti veten, po tjerë inshallah do të vlerësojnë ty edhe e bën veprën që Allah me ka një kënaqësi me ty, me sinqeritet, dhe ndihmo sa të mujsh në rrugë të Zotit. Ndihmoj në njëri që mjet me skatërull dhe jepja krahin. Ndihmoj në njëri që është keq nevojtar, ndihmoj sepse Allahu xhaleshanuhu
ndim që e bën për atë nevojtar do ta kompenzon me shumë tesh, nga se nuk mundesh as me paramendu dhe imagjinu dot. Pastaj vjen ajeti 50 dhe thot: Undhur kejfe jefteruna ala Allahi l-kadhiba wa kafa bihi ithman mubina. Shiko se si shpifin kundër Allahut, mjafton kjo shpifje si me kat i hapët. Pra, këtu është fjala për atë palën e jehudëve që i përmendëm më herët, që ata kanë shpif fjalë të rënda ndaj krijuesit. Për shembull, në disa vende thonë dora Allahut është e shtangur. Disa vende thonë shpifin ndaj Mejremës, thonë për Isën që është i jashtëligjshëm, fëmijë i paull, shpifin për pejgambert, për Musën alayhis salam, ne e dim se jehudët, por edhe Karuni bashkëpunim me ta shpifen dhe Beni Israelit, disa për tyre shpifen për ta, mundun të akuzojnë për imoralitet. E gjithë pra pejgambert e Zotit që kanë ardhur te Beni Israelit janë mundu me intrigu, me shpif ndaj tyre, me përça, me bën të na zezat, Zoti na ruaj. Pastaj prap vjen pra kjo si në formë pyetësore, thot: Elem tara ila alladhina utun nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti wa yaquluna lil ladhina kafaru haula'i ahadan min alladhina amanu sabila. A nuk u vure re atyre që është dhënë pjesë nga libri? Pra është dhënë pjesë nga libri më herët. Për shembull, ne kem librat e mëhershëm, pe kushteve të imanit është dhe besimi në librat e shpallur më herët. Për shembull, Zeburi zbritur Davudit dhe Sulejmanit alayhis salam dhe gjeneratave të tyre. Tevrati Musës alayhis salam ose Mojsiut si thonë. Pastaj Ungjilli pra Isës, pejgamberit të Zotit Isës alayhis salam. Kurani vulet gjithë pejgamberëve që s'do të ketë më pejgamber mas tij. Pra Muhamedit alayhis salatu wassalam, i cili është vul pra gjithë pejgamberëve të dërguarve të Zotit. Pra si ka mundësi që atyre që nuk ja kanë thot menin me e vënë re, si dhe atyre që e zbrit libra më herët kanë adhuru idhuj. Kjo është me uhabit pra. Pse? Se kur do është dhënë platforma, krijuesi po tregon që këtu do të më adhuru, këtu mos më gabu, këtu mos më sharru, që kjo është rruga e drejtë, ky prap po shkon në ato besime. Me të vërtetë pra besojnë pra idhuj e djallëzi. Dhe për ata që nuk besojnë, çka është përgjigjja e tyre? Këta janë në rrugë më të drejtë se ata që besojnë. Pra, kur i pyeti thua, çka është puna me këta njerëz që besojnë statuja, idhuj, fotografi, ku digjone? Thot, ja, thot, këta janë në rrugë drejt, ja, ky ka mirë se ky është tamam rrugë drejt, është në rrugë hakikat. Pse? Se ky po beson diçka që po shihet me sy, ti po beson diçka që s'po shihet me sy. Kjo mund të jetë një lloj përgjigje, ose lloj përgjigjet ignorante që me të vërtetë janë edhe ndoshta qesharake, primitive, të prapambetura, arkaike, më se arkaike, sepse edhe ka gjëra arkaike që janë shumë të vlefshme, që janë të vjetra po janë të vlefshme, po ato dhe që janë të vjetra po janë edhe të pavlefshme. Kjo ka një lloj peshek, një lloj rëndësie në vetë kështu, po që se trajtohet edhe sitet mira, ke pas kur sita që sit mirat millin e trash janë zjerë ato kronet, ashtu pra nëse sitet ajo edhe nxjerret ajo, me të vërtet Allahu Dhul Xhelal ka dhënë shembuj për ata që kanë mend. E ai që s'ka mend është ngrit lapsi për ta, mos ta lapsi për ta. Ata janë të ngarkuar pra, e Zoti inshallah i fal ata të gjithë, sepse ata janë të pangarkuar, s'kan mend. E Zoti i fal ata në këtë rast, për ta ka tretman të veçantë, stafet apo status të veçantë ka për ta. Pra, në këto ajete flitet për intrigat e jehudive, me të cilat përpiqeshin të dobësonin misionin e Muhamedit alayhis salam për ndryshimet që i bënin Tevrat,
për shprehjet fyqe kundër Muhamedit dhe kundër Islamit, kinë me to kishte për qëllim të respektonin Muhamedin dhe fenë islame. Po ashtu, në mesin e këtyre ajeteve përmendet mëkati më i madh i pafalur i dhujtaria, politeizmi, nga se edhe thtarët e librit bëjnë mëkat kur thonë për Uzeirin dhe Isën se ishin bijtë e Zotit. Jehudët thoshin për vete se ishin popull i privilegjuar prej Zotit e kjo është shpifje e madhe kundër Zotit, andaj edhe ata i mallkojnë Zotin Kur'an. Në këtë rast, pra këtu kuptohet se në Kur'an përmendet, pra këta janë benu Israelit, të cilët pra i mbytën pejgamberët e Zotit. Zoti na ruajt, pra këta kanë bën pabesim mëdha dhe Allahu inshallah i drejton e uzon atë popull i cili është mizor, i kthen ka e drejta, sa është vonë për ta. Ata që e kanë dirën çel për të u gjithmonë Zoti ja u kalon njerëzve çel dirën për pendim. Inshallah, pra pendohen e hecin rrugën e Zotit, i qofshin fal. Pastaj ajeti 52 me radhë thot: Ulaika alladhina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Ata janë që Allahu i mallkoi e atë që mallkon Allahu për të nuk ka ndihmtar. Zoti na ruaj. Pra nuk ka ndihmëtar. Pra atë që mallkon Zoti s'ka kush e ndihmë veç Zotit, i qofshin fal. As kush tjetër pra. Pastaj vazhdon ajeti 53 me radhë dhe thot: Am lahum nasibum min al-mulki fa idhan lan yu'tuna an-nasa naqira. A mos kanë ata ndonjë pjesë të pushtetit, ata atëherë nuk do t'u jepnin njerëzve as sa grimca. Pra sikur Zoti më dhon këtyne pushtet, këtyne kategorive që Zoti i ka mallku, thot sikur më dhon Allah i këtyne pushtet, nuk kishin më dhon njerëz as sa grimca. Subhanallah, sa është për të ardhur keq kjo. Pra që janë pra dërshtërngut. E Allah nuk e dën kopracin dërshtërngut. Allah e dën atë që i jep, është bamirës. Pse se ndurët Allah është riski. Allah është gani, është i pasur, është rrezek, është furnizues. Pra jep për Allah, Allah do ta shtoj. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Pra Allahi i dën bamirësit. Grad më të nën se bamirësi në Islam nuk di edhe s'kam dëgju ndonjëherë. Grad më të nën se bamirësi janë në rrugën e Allahut. Që të japësh edhe më dëmshmen për hir të madhërisë Allahu xhaleshanu. Pra nuk japin hiç ata. Pra kategori e shëmtume, veset këqija, pra e kopraca. Dhe kur des në fund këta ato pore çka i ka pas në banka, ja han tjetër kush, ja luftojnë me zveti ata që i ka trashëgimtar, vrahen me zveti për me marr pasurinë. Njëna ka menduar, pra ato pore s'ka më marr me vetin varr. Edhe gjithë ato ndërtesa, pallate, jahte, makina, helikoptera në vorrës janë zën, se me bë me vesh një krah i aeroplanit me shtimet në varr të lashish bën varr se s'kish pas ku më ndaj në varr. Pe i krahit njënit të aeroplan apo pe i timonit vallonit të jahtit. Zoti na ruajt, pra kjo është edhe për muslimanët, nuk është vetëm për jo muslimanët, se ky Kur'an ka zbrit për të njerëzit. Pa përjashtim. Edhe për disa muslimanë të cilët dalin me Ferrari, me luksoze, me pasqyra mëdha, me tesha, me kufera me lkura ka 10-20.000 euro. Ata nuk e dia kanë frikë Zotin, edhe nuk e dia kanë me dal një ditë para Zotit, edhe me dhënë llogari për pasurinë e tyre, si e shpenzun, ku e shpenzun dhe si veprun me ta. Kur di se në Somali ka njerëz që s'kan bukë me hongër dhe ata janë musliman. Kur di se në Shqipëri ka njerëz që s'kan bukë me hongër dhe ata janë musliman. Edhe në Kosovë po ashtu, edhe në gjitha viset trojet shqiptare. Kudo që ka shqiptar di që ka fukara të pot. E ai me korica të trasha të kur, me jahte, me Ferrari. Unë nuk po them që ne pra jemi lakmiqar, por unë po them se nëse ai vesh 2.5% zakatin e jep fukarat, kërkos kish me pas në tyre në kësaj toke. Nëse të gjithë muslimanët që janë në rruzën të kësur të pasur,
me e dhon 2.5% s'kish me met njëri i varfër në rrezullin toksor. Betohem në Zotin që s'kish me met i fukara në rrezullin toksor. Mirë po, kjo është pyetje menaxhim ku nuk duhet, dhënia paraos aty ku s'duhet. Përveç asaj, kooperacia shfaqet aty ku s'duhet, dorëdhënia shfaqet aty ku s'duhet. Pra besojmë kuptoni këtu shumë mirë. Pra kur të është puna për një me dhon ai nuk jep. Po kur të është puna për një me mos me dhon ai jep aty. Për shembull, mi thon, shembull. Për shembull kur të është puna me një muni fukaroje që s'ka ku mbështetet për ziti, ose një studenti që s'ka parë mu shkollu, ose me qel një çesme që i vyn fshatarëve me pi ujë, ose një rrugë mu ashtru se s'kan ka kalojnë të mija me shkule për shkolla, nuk i qet porët. Kurse kur është puna me shku me pa një femën të mirë, një top modele, në i diskot njohër të Manhattanit ose të New Yorkut ose të Las Vegasit, është i gatshëm me pagua aeroplanin sa do të kushton bileta, xhetin, është i gatshëm limuzinën sa do që të bëhet, është i gatshëm gjithat natë me pagu krejt sigurimin edhe njerëzit aty për me najt me pa atë konktore që është lakuriq, edhe mas pore ai s'ka drejt me pa se ka një kato, se ka kuror dhe së është pra nusja ti, as nuk është gruaja ti, edhe ne e dim se në ngranim të huj edhe në sene që ka stakuj nuk bën me i prek, sepse janë ndalume dhe në momentin sa s'ki kontratë dhe marrëveshje për marrëties serioze në lidhje me prindët e tyre dhe me të asaj. Pra me të vërtet ka ardhur kjo ku e vështirë, ku të keqes i thon të mirë, e të mirës i thon keqe. Zoti na ruaj. Të gjithëve pa plashtim. Amin. Pastaj vazhdon ajeti kuranor dhe thot: Am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadlihi faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal-hikmata wa ataynahum mulkan adhima. Ata u kanë zili atyre njerëzve për atë që Allahu u dhan nga mirësitë e tij. Ne u patëm dhënë pasazet Ibrahimit librin e shejatin dhe u patëm dhënë atyre pushtet madh. Pra Allahu ka dhënë Ibrahimit dhe bijve të tina pushtet madh. Mirë po ata kanë punue dhe u kanë shërby njerëzve. Pra atë pasuri që Allahu u ka dhënë, ne e dim se rasti Ibrahimit alayhis salam, ne e dim se e dha krejt kopjen e dha për hir të Allahut, që u dha fukarave, njerëzve me prej kurbana, ku erdh puna veten e la keq. Që kjo besimtar Allah. Që kjo është besimtar. E jo ai që veshet manikenski me teshat bordha dhe edhe del aty edhe thot ana muslim, unë jam muslim, me jahte me limuzina, e tjetri buk me hëngër s'ka dhe edhe ai muslim është pra. Edhe pejgamberi selam po thot pra la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, nuk keni besu derisa nuk jepni pra, derisa nuk doni për vllahun e juaj atë që doni për vete pra. Edhe vllahu tjetër do të më menu ti leçë si tu e dosh vllahu ton atë që e ki ti, po ti si tu a dhon vllahu ton atë që çka është jetike, bazike, s'po them luks, po them bukë kryp e ujë. Subhanallahu, pra kjo është me të vërtetë për të menduar shumë. Dhe Allahu pa dhon aty në pra pushtet Ibrahimit dhe bijve të tij e krejt çejotit, mirë po ata çka bën, pra ai e dha krejt kopjen e deleve deshve, e dha për Allah, ja u dha popullit e njerëzve fukara për me bën kurban ata që s'kishin. Kur erdh puna, u detyru djalin e vet me shku me prej me bën kurban. Pse se s'kish për me çue urdhën e Zotit vend. Mirë po Allahu xhaleshanuhu e nderoi atë, e sprovoi dhe e nderoi jashtë mose. Dhe kur doshti me çu me bë kurban, ne e dim se Allahu xhaleshan çoi Xhebrailin me një dashje të madhe i tha. Pra kjo është e vërteta që ne sprovum pejgamberin e Zotit dhe pejgamberi selam dhe pejgambert pra alayhimus salam duron si Ismaili, Ibrahimi dhe gjithë pejgambert ishin durimtar. Dhe Zoti xhaleshanuhu është es sabur, është i durueshëm.
Pastaj kjo është pra për rregullave të cilat na jepet dhe tregohet edhe për pasues të Ibrahimit dhe pasues të librit u ju dha kjo me urtësi dhe Allahu i ngriti shumë lart me hikme. Pastaj thot i madhreshmi Zot në ajetin 55 dhe thot faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu wa kafa bi jahannama sa'ira. Po disa prej tyre i besuan atij Muhamedit alayhis salam e disa refuzuan për ta mjaftuar zjarri i xhenemit. Pra ata që i besuan i shkuan asaj udhë, kurse ata që si besuan mësimeve të Muhamedit alayhis salam, që nuk janë mësimet e Muhamedit, po janë të Zotit xhaleshanuhu, se Muhamedi nuk flet nga vetja e tij, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dhe Muhamedi nuk flet nga vetja e vet. Sikur të fleste Muhamedi nga vetja e vet, thot ne do t'ja plasnim damarët e qafës. Pra Muhamedi alayhis salam flet vetëm përveç nga ajo që është frymzuar, inspiruar dhe drejtuar nga Zoti xhaleshanuhu, krijuesi i universit, qive dhe tokëve, njerëzve, kafshëve, insekteve e tjerë. Kurse ai i cili nuk e ndjeki këtë rrugë, shkoi pas dëshirave, shkoi pas rrugës të mallkumit, lanetullahi alej shejtanit mallkum, u rënu edhe do të hynë në ferr. Zoti na ruajt pra. Zoti na ruajt nga kjo shtresë me të vërtet e rëndomt që kur nuk u pendu edhe pse u dha rasti me mira miliona herë. Pastaj vazhdon ajeti 55 pra që tregon pra për ta mjafton zjarri i xhenemit. I 56 pastaj vazhdon dhe thot i madhëshmi innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama nadijat juluduhum bada nannahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adhaba inna allaha kana azizan hakima. Pra është e vërtetë se ata që mohuan argumentet tona do t'i hudhim në zjarr, sa herë që u digjen lëkurat e tyre, ne ndrojmë lëkurat të tjera që të shijojnë dënimin. Allahu është i plotfuqishëm, i drejtë. Pra, ne e dim se edhe shkenca sot e ka zbuluar se derma, epiderma pra, është fjala për lëkurën e sipërme të njerit, pra lëkura si është edhe si mbrojtëse. Nëse prek në zjarr, ndoshta e keni vënë re kur prek nxehtësi të larta, ajo më njëherë është si rrjet, si spider, si thonë këta Spider-Man, është si rrjet për shembull që reagon më njëherë tek truri, te pjesa nervore, pra nervat epiteliale, pra nervori i trurit, edhe reagon truri sepse ke prekur nxehtë dhe kujdes se do diqesh. Mas shumë të që e ndjen kjo lëkura jonë pra sipër me është që i ndjem dhimbjen, ftoftin, nxehtin, gjitha prerjen e gjitha këto, pra i ndjen lëkura sipër. Edhe tash thot u ndrojmë lëkurat. Pse u ndrojmë lëkurat? Për ta shiu dënimin, ha? Pra kjo është një urtësi e Zotit që përmendet në Kur'an, pra ta banorët e xhenemit, Zoti na ruaj. Pastaj vazhdon ajeti kuranor duke na tregu pra për ata që i mohojnë të argumentet të Zotit, dhe kjo është me të vërtetë nga ona e Allahut plotfuqishëm, ku Allahu xhaleshanuhu këndon pra e ruan nga kjo pjesë dhe nga ky grup i caktuar. Ajeti 57 me radh thot: Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-'adl inna Allaha ni'ma ya'idukum bihi inna Allaha kana sami'an basira. Ata që besuan dhe bën veprat e mira, ne do t'i fusim në xhennet në të cilin burojnë lumenj, ku do të jenë përgjithmonë. Aty kanë edhe bashortë të pastra e hije të mrekullueshme. Pra, ata që besuan, Allahu xhaleshanuhu ka përgatit për ta, pra
këto të mira, ka përgatit xhenete, u burojnë lumej, çka mendja njërit kur pra si ka imagjinu, do ta si ka rënë mend pra njëri që ka menduar një gjë të tillë edhe me pas pe këtyre lumejve dhe këtyre të mira. Por edhe gratë bashkëshortet pastra që si nhihet mrekullueshme, por edhe bashkëshortet që si ka prek pra dora e kuj. Aty kanë dhe bashkëshortet pra të pastra, edhe hije pra të mrekullueshme. Allahu na mundsoft xhenetin të gjithë dhe xhmein inshallah, amin. Pra kjo është përgatit për ata. Kurse ky ajete që lexuam për arabisht, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanat, Allahu urdhon që ju të jepni amanetet të zotëve të tyre, dhe kur të gjykoni ju, urdhon të gjykoni me të drejtë mes njerëzve. Sa e mirë është kjo që ju këshillon, Allahu dëgjon dhe sheh si veproni. Kurse ajeti që e lexova më herët ishte pra walladhina amanu wa amilus salihat سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظللا ظليلا. Pra për bashkëshortet pastra dhe hije të qeta. Kurse Allahu xhashanu pran këtë ajetin që lexova tash, in Allahu ya'murukum an tu'addu al-amanat, pra Allahu urdhnon juve që të jepni amanetin të zotëve të tyre, dhe kur gjykoni ju urdhon të gjykoni me drejt mes njerëzve. Sa e mirë është kjo që ju këshillon, Allahu dëgjon dhe sheh si ju veproni. Pra Allahu ka lënë amanete të caktuara, amanet e ki gruan, amanet e ki fëmin, amanet e ki vendin ku i jeton, mja dhon hakun qytetit, shtetit, lagjes, punës, gruas, fëmis, njerëzën përgjithësi, prindve në përgjithësi, pra mja dhon hakin, mos më bë pa drejtësi askujt, me punu me drejtësi, me shku me orar caktuar punë, kur thot ora 9 me kon aty, ku ta vendosh një amanet ti thuish amanet nura 10 jam që aty 10 me kon para 10 dhe bile ma mirë është. Edhe kjo pra është pjesë e islamit me pas amanet. Edhe vetë ky besim, ky islam që kemi mbi supet tona, amanet na është lënë neve si njerëz. Pastaj Allahu thot në ajetin 59 me radhë thot ya ayyuhalladhina amanu atiu Allah wa atiu ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. O ju që besuat, bindjoni Allahut, të respektoni të dërguarin dhe përgjegjësit nga ju. Nëse nuk pajtoheni për ndonjë çështje, atëherë parashtroni atë te Allahu, te libri i tij dhe te i dërguari. Po që se i besoni Allahut dhe ditës së fundit, kjo është me dobishmja dhe përfundimi më i mirë. Pra atiu Allahu, atiu Rasul, ti bindemi Allahut dhe dërguarit të tij. Ti ndjekim mësimet e tij, ti bindemi Allahut. Kur Allahu na thot haram alkoolin, Kur'anin e tij famlart, ne më njëherë ti ndalohemi prej tij. Kur Allahu na thot haram mishi derrit, ne më njëherë ndalohemi prej tij. Kur Allahu na thot bixhozi haram, ne haram më njëherë duhet largohemi prej pastoreve sportive bixhozit. Kur Allahu na thot për diçka është halal me hongër mollat me hongër. Është halal mjalti, na mjaltën me përdor sabah akşam inshallah bi'idhnillahi taala. Kur Allahu xhashanuhu dhe i dërguari i tij na tregon për vlerat e tamlit qumshtit, ne me pi tamlin dhe qumshtin. Pra ne me hongër ushqime të shëndetshme, me u ndalu prej gjërave të pashëndetshme. Un kam shkruajtur një libër islami për te shkencës, që është një temë çfarë ham dhe jemi, që flet për mjaltin, për vetit e tij, që flet për agrumet, që flet për ushqimet bio, që flet për ushqimet agro, që janë edhe të kontrolluar në laboratore, që janë pra bio, po agro edhe të kontrolluar. Dhe pra flet për gjitha gjërat të cilat ne duhet i përdorim të ham dhe të kemi një jetë të shëndetshme, por përveç jetës tonë të shëndetshme të kemi jetë të moralshme, gjuha të flet mirë, veshit dëgjon mirë, syni të shikon mirë, mendja të mendon mirë, njerëzit të ecin mirë, të punojnë mirë dhe kështu të bëmi një shoqëri oportune për gjitha shoqëritë dhe grupet e tjera etnike njerëzore, kudo që janë tani në tokë. Pa marrë parasysh gjuhën që flasin, pa marrë parasysh kombin që i takojnë, gjithë jemi njerëz dhe gjithë jemi krijesat e këtij në qielli, pra që e ka kriju i madhi Zot pa shtylla. Pra, edhe një ditë do të kthehemi të gjithë tek Allahu Dhul Xhelal. Inshallah Allahu na kthen faqe bardhë me punë të mira sa të mundemi, me respekt ndaj ligjit, respekt ndaj familjes, respekt ndaj nonës, babës, respekt prind, fëmijë, prind, nën, motër, vëlla, grua, baba, axh,
martesë, hall, kushëri, i lake, njerëz të afërm dhe të largër, respekt ndaj njëri tjetrit dhe bukdhënie, mirësi, ndihmë reciproke, gjitha këto pra po të bashkohen të gjitha, Allahu do ta zbres mirësinë e tij mbi ne dhe gjithë ata që ecin me këto parime. Pra kjo është ligjërata apo seria e komentimit të ajeteve kuranore nga ajeti pra 45 deri në ajetin 59 me radhë të surës En-Nisa, të cilën kemi filluar pra me komentu dhe lutim Allahun xhaleshanuhu që ta komentojmë këtë dhe të kalojmë sa më shpejt edhe në surën Maide, edhe në surën Enam dhe kështu me radhë pra të vazhdojmë në komplet komentimin e fjalës së Zotit xhaleshanuhu, të kënaqemi me fjalët e Zotit xhaleshanuhu me ajetet kuranore dhe lutim Allahun që këto të mëshirojmë vetët tona. Këtë ligjërat mundi me downloadu në YouTube Multimuslims Channel në YouTube, me bë DVD, me bë MP3, audio, dora, me shpërnda në për makina, në për autobusin, në për CD-ja, me dëgju në për webfaqe, me shpërnda kudo në për webfaqe të juja. Keni drejtën tonë ekskluzive me bë share, me shpërnda në Facebook të juja, në Twitterat e juja, në Google Plus, kudo ku ndëgjohet në këtë rrjetin e madh internetin, i cili kudo në përbot tash ka bërë revolucion të madh, dhe lutim Allahun xhaleshanuhu që këtë ligjërat ta dëgjoni, ta kuptoni, ta veproni dhe të merrni mësim nga kjo, së bashku me mua, edhe unë bashku me ju, bi'idhnillahi ta'ala me emrin e Zotit xhaleshanuhu. Edhe njërë nga imami magjistër Arber Berisha, ligjëratat tona e keni të gjitha në internet. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Pra kërkoj falje e Zotit për gjunat e mia dhe t'jujat. Sot jemi me 17 nëntor 2014. Selamu alaikum.